Përshëndetje miq dhe mirë se vini sërish në kuzhinën time. Sot për fundjavë kemi në tavolinë një nga pjatat më të dashura të traditës sonë. Janë rosnica me krapule. Është një nga recetat më të preferuara të vajzës sime, por edhe të nipit tim të vogël Reo. Filloj me përgatitjen. Në një tigan të thellë kam krapule, i shtuam krip, piper të zi. Do t'i shtojmë spec të kuq të ëmbël, erësa pule dhe në fund fare vaj ulliri. Natyrisht nëse do kisha pul fshati, thjesht do t'a zjeja pa përdorur erëza. Thjesht me krip dhe me piper të zi. Por krahët e duan këtë marinim. Si i kemi, i vendosim kapakun dhe i lëm në zjarr të ulët derisa të dalin në yndyrn. Në këtë mënyrë krahët zbuten dhe erëzat e përtojnë deri në thellësi. Pasi ka dalë në yndyrn, unë do t'i shuaj me verë të kuqe. Ende duan edhe pak të largohen të gjitha lëngjet. Tani është momenti për t'i shtuar verën e kuqe. E lëm disa minuta sa të avulloj alkoli dhe krahët janë gati për përgatitjen e rosnicave. Merremi me përgatitjen e rosnicave. Në një tas shtuam një filxhan të çajit me miell, shtojmë një vezë, nëse duhet vezë tjetër, mund të shtoni edhe vezë tjetër që të përgatiten ato thërmiat e rosnicave. Por gjithmonë në fillim shtohet një vezë. Unë zakonisht përgatis 5 pjata dhe kaq miell është masa e duhur. Rosnicat në gjell unë nuk i bëj as shumë të trasha, por dhe jo të holla. Në pak minuta rosnicat i kemi gati. Vendosim në zjarr një tenxhere që nuk ngjit, duke i shtuar vaj ulliri, sigurisht që tradita e do me gjalp, por për të reduktuar kalorit, unë gjithmonë punoj me vaj ulliri. Pasi ngrohet vaj, shtojmë thërmiat e rosnicave. Do t'i bëjmë një skuqe të mirë rosnicave, deri në momentin sa të fillojnë të marrin ngjyrë. Rosnicat kanë filluar të forcohen. Ka shumë dritë këtu dhe nuk duken mirë nga kamera. Është momenti i duhur për të shtuar salcën. Shtojmë 2 lugë të gjellës me salcë tomateje. Dhe më pas i bashkojmë me krahët e pulës. I mbulojmë me ujë ose lëngmishi nëse keni, diku tek 1 litër ujë, një lugë të çajit me krip, një gjethe dafine dhe i lëm të zjejnë diku tek 20-30 minuta. Kur ta shikoni që është lidhur masa, rosnicat kanë një veti, kur qëndrojnë ato trashen më shumë. Në fund fare unë i shtoj rigon, i lëm të qetësohen për 15 minuta dhe më pas i shërbejmë. Dhe ja ku bë gati receta jon, shikoni sa bukur është lidhur lëngu dhe çfarë arome fantastike ka marrë nga rigoni dhe dafina. Ju falenderoj që më ndoqët.